Nderohen me titullin qytetar nderi i Vlorës, dy prej personaliteteve të shquara të Shqipërisë, përgjat mbrëmjes të së shtunës në një ceremoni të mbajtur në Teatrin Petro Marko. Ky titull i është dhënë dy figurave të shquara, kontributorëve ndër vite në arenën ndërkombëtare, si Mira Murati dhe Josif Gjipali, të cilët tashmë i nderon edhe qyteti tyre më i dashur. Do të përcjellim tani këtë moment të dhënjes së titullit, është zonja mos gabon Nazmie Murati, nëna e Mira Murati, qytetare nderi e Vlorës. Nga ky çast, Vlora nderon bitë e saj. Dhe tani i jepet titulli qytetar nderi i Vlorës, vëllënjatit me zemër dhe me zë, Josif Gjipali. Një titull ky i dhënë pas miratimit nga Këshilli Bashkiak i Vlorës, e ngjitur në skenë për fjalën e rastit, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri, e quan tenorin Josif Gjipali, si dhe inovatoren e teknologjisë Mira Murati, si dy prej kontributorëve të vendit tonë, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e artit, kulturës, por edhe zhvillimeve të teknologjisë. Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar të pranishëm, jam shumë emocionuar sot në radhë parë të shoh këtë sallë plotë për plot dhe dëshiroj thellësisht nga zemra ta shoh për herë kështu. Të dashur qytetarë të Vlorës, të respektuar përfaqësues të institucioneve, miq, familjar e dashamirës të artit dhe shkencës, mirë se keni ardhur. Sot, në këtë mbrëmje të veçantë, në zemër të qytetit tonë, në këtë tempull të kulturës, Teatrin Petro Marko, jemi mbledhur për të nderuar dy figura të jashtëzakonshme, që kanë ndriçuar emrin e Vlorës dhe të Shqipërisë në skenat dhe në laboratorët e botës. Dy personalitete që, edhe pse ndjekin rrugë të ndryshme, i bashkon i njëjti ideal, përkushtimi ndaj përsosmërisë dhe dashuria për vendin e tyre. Me miratim gjithashtu të kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Elisa Lili, në emër të tij, nderimin si qytetar nderi i Vlorës e ka dorëzuar Arlinda Tepelena. Tepelena, në fjalën e saj, e ka cilësuar Mira Muratin dhe Josif Gjipalin si dy figura që na bëjnë krenar kudo në botë. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam nderin dhe privilegjin që në emër të kryetarit të Bashkisë Zotit Elisa Lili të akordoj këto tituj kaq të rëndësishëm për qytetin tonë, si një shenjë e krenarisë së madhe që ne ndjejmë sot. Zotit Josif Gjipali, një zë brillant i muzikës operistike, që me talentin dhe përkushtimin e tij ka ngjitur skenat më prestigjioze të botës, është shembull frymëzimi për brezat e rinj dhe ambasador i denj i kulturës shqiptare në përbot. Ai është një pasuri shpirtërore e kombit tonë dhe një krenari e qytetit të Vlorës. Zonjës Mira Murati, një nga mendjet më të ndritura të teknologjisë moderne, një grua që me vizionin dhe udhëheqjen e saj në zhvillimin e inteligjencës artificiale ka dhënë një kontribut të pasëvendësueshëm në avancimin global të shkencës. Ajo përfaqëson fuqinë e dijes të rinisë shqiptare që ngrihet dhe udhëheq botën me përulësi dhe dinjitet. Në emër të Bashkisë së Vlorës dhe të gjithë qytetarëve të saj, kemi nderin t'ju akordojmë titullin e lartë qytetar nderi i Vlorës, si shenjë mirënjohje për gjithçka që jeni dhe për gjithçka që përfaqësoni. Faleminderit që na bëni krenar. Vlora ju ka për herë në zemër. Ky titull është akorduar edhe me iniciativë fillestare të veteranëve të ekipit të flamurtarit. Për legjendarët Vasil Rusi dhe Kreshnik Qipi, akordimi i titullit qytetar nderi i Vlorës nuk i bën der këtyre dy figurave, por ato i bëjnë der titullit për të treguar edhe në mënyrë simbolike vlerat që ata kanë. Pavarësisht nga iniciativa jonë, po doja të them këtë, është krenari veçantë për mua dhe për këto mendoj vlonjat, që kemi midis nesh dy figura të këtij niveli. Në qoftë se titulli qytetar nderi i Vlorës është për ne comuni mortali, siç thotë italiani, unë them këta janë jashtëtoksor dhe titulli vërtet i tyre do të ishte ndoshta as nderi kombit, po ndoshta nderi globit për nivelin që kanë. Unë vetëm i fjalë kisha për të thënë parë uroj suksese akoma më shumë Mira Muratit
kur për Josifin duhet të thoshin, kur këndon Josifi tek shtëpia lart, zëri i tij përplaset në Sazan, dërgohet në La Scala, rikthehet prapë këtu në Petromarko. Në pamundësi për të qenë në sallën e teatrit të Vlorës, Mira Murati ka qenë nëna e saj, e cila së bashku me Josif Vjepalin, pas akordimit të titullit, kanë shprehur ndjesitë e para. Tepër të emocionuar, kanë treguar se ndihen nga ky vlerësim, duke quajtur atë një shpërblim për punën, kontributi ndër vite. Jam këtu si një nënkrenare për të përfaqësuar vajzën time Mira Murati, e cila sot merr këtë vlerësim qytetare nderi e Vlorës. Qyteti ku Mira lindi, u rit, në këtë qytet të bukur dhe të dashur për të gjithë ne. Ky vlerësim na nderon të gjithëve si familje, si komunitet, si shqiptar. Por mbi të gjitha ky vlerësim është një kujtesë se puna me përkushtim, pa zhurmë dhe me dashuri për dijen gjithmonë e gjen rrugën për të vlerësuar. Dua t'ju vë, domethënë, në dukje disa gjëra që ne jemi të tërë që jemi këtu, jemi vlonjat dhe do ngelemi vlonjat, dhe unë jam nga ata që po të futesh në internet që ditën e parë dhe të kërkosh me emrin tim artistik, të themi Giuseppe Gjipali, fjali e parë që gjen është lindur në Vlorë në vitin 1973. Dhe nuk besoj që është diçka që mund ta gjesh dhe në kurrikulumin e shqiptarëve të tjerë, që bëjnë qoftë të njëjtin, lëvrojnë të themi, qoftë të njëjtën fushë apo dhe fusha të tjera. Unë kam lindur vlonjat dhe jam i bindur që do vdes vlonjat. Biles, një nga batutat që përdor gjithmonë kur më thonë që ti Gjipali më vën në duke ndonjë nga, të themi, nga ato të metat e mia, je ose i egër, ose je një qik më tepër i drejt për drejt se ç'duhet, them, unë nuk jam shqiptar, unë jam vlonjat. Tenori Josif Gjipali ndër vite ka performuar në skenat më të mëdha botërore me artistët më të mëdhenj, ndërsa Mira Murati është inovatorja shquar e teknologjisë, e cila i ka çuar zhvillimet teknologjike në një tjetër stad.